Banorët e fshatit Qaf, pjesë të cilëve prej vitësh janë shpërngulur dhe jetojnë në qytetin e Gostivarit, për ta vizituar vendlinjen e tyre detyrohen të kalojnë nëpër qytetin e Krçodhës, pasi nga ana e Gostivarit nuk ekziston rrugë e kalueshme për në Qaf. Për qafalit ndërtimi i rrugës nga Gostivari për në fshatin e tyre është një kërkesë e kahmoqshme, e cila jo vetëm që do të ishte një lehtësim për këto banor, por edhe do të bashkonte dy qytetet, pasi fshati Qaf fal investimeve të vet banorëve po shndrohet në një atraksion turistik. Kryetari aktual i komunës së Gostivarit, njëherësh edhe kandidati i AKI-s për këtë komunë Valbon Limani, për televizionin Uskana deklaroi se ka zhvilluar një takim me banorët e Qafës, ku është diskutuar nevoja për ndërtimin e kësaj rruge. Ai shpreson se pas përgatitjes së projektit të sigurohen fondet e nevojshme për ndërtimin e kësaj rruge. Ne kemi pasur takime me banorët të cilët kanë preardhje prej fshatit Qafës se jetojnë në Gostivar, dhe unë jam zotuar që në fazën e parë të sigurojmë spaku projektin për atë rrugë, me të vetmin qëllim që të kemi një dokument ku do të mund të aplikojmë në fonde të ndryshme, dhe shpresoj se gjatë atij 4 vjeçarit do të arrijmë të gjejmë diku fonde për realizimin e asaj rruge, sepse për të qenë sinqert deri në fund kushtimisht finansat e komunës së Gostivarit, por e të gjithë komunave, siç e dini, janë të kufizuara edhe ai projekt kërkon një qasje pak më serioze, por mbi gjitha besoj që projektin do ta përgatisim dhe me shumë përkushtim do të punojmë që të thithim fonde qoftë prej organizatave të jashtme, qoftë prej programeve të ndryshme të cilat janë në kuadër të qeverisë dhe pushtetit qendror, dhe shpresoj se do të arrijmë diku qëllimin që të sigurojmë fonde për këtë. Po, unë kam vullnet edhe posaçërisht për këto vende, mendoj malore, fshatra të cilat mund dhe kanë një potencial të jashtëzakonshëm edhe për zhvillimin e turizmit malor, por edhe për zhvillimin e ekonomisë lokale. Kam vullnet që të punojmë në atë drejtim, normal gjithë komfort mundësive reale, sepse fundja, fjala kur jepet duhet edhe të mbahet deri në fund, por do të bëjmë çmos që ai projekt të një ditë ta merr formën e vet dhe të bëhet realitet.